10 Gjira e 10 e elitës së basketbollit kosovar po na sjell super dermin mes të Bashkimit dhe Trepçës, pjesa parë 36 me 28 po i shihni sipas qerekëve, 22-10 dhe 14 me 18. Në fund të pjesës së parë, kur kishte një përsi prej 16 pikëve 4 minuta para se të përfundonte pjesa e parë, Bashkimi, Trepça arriti përmes Sek Henrit, shpërthimit të tij, të realizon një seri prej 10-2 për të përgjysmu pra disavantazhin nga -16 në -8. Në pjesën e parë më i dalluari tek skuadra e Bashkimit pa asnjë dyshim ishte TJ Bickerstaff, 10 pikë, 6 kërcime, 3 blokada dhe 3 topa të vjedhur. I hatashëm, po ashtu i mirë ishte edhe Dequan Lake me 8 pikë, në anën tjetër me 10 pikë të realizuara Sek Henry dhe Adnan Arslanagiqi me 6 pikët e tij u dalluan. Natyrisht aty është edhe Mikael Tmoshiqi gjithmonë, 5 pikë, 3 kërcime, 2 asistime, më të mirët tek të dyja skuadrat Allrus basketbollit, padyshim rezultatet e 2 gjirove të para të ciklit të dytë vjeshtor, fitoret e skuadrave të pjesës së poshtme të tabelës, vllazënimit Boris Ravecit e Golden Eagle Lyllit, që janë konsideruar si outsiderë ndaj top 4 skuadrave të Kreut, Bashkimit, Go+5, Trepçës e Sigal Prishtinës, e kanë bërë lëmsh Superligën e Kosovës. Ja, në tentimin atje të parë, Qed në pjesën e dytë, Qed Brown realizon për të afruar rezultatin në vetëm 6, 36 me 30. Ken Anderson, Bickerstaff, Lake, Janjeva dhe Zeqiri. Bukur atje, Lake në asistim e rikthen 8 pike përsi. Payne Henry, Brown, Hajrizi dhe Tmoshiqi është peshja faktikisht me cilën dhe ka startuar ndeshjen. Tentim topi hyn e del, Lake me Ivo Menshmin, Janjeva për Zeqirin, pra të dy trenerët startuan me peshje startuese, përveç se Janjeva është në vend të Bunjakut, i cili e lëndoi muskulin e pasëm të kofshës apo hamstringun. Bukur atje, e blokon Driloni, kësaj radhe Bickerstaffi, mbrojtje e mirë e Drilonit. Sekonda për këtë sulm. Bickerstaff për Andersonin, edhe 3 sekonda. Anderson nga një pozitë vështirë. Betet me top në dorë. Kërkon Adis Beqiragiqi kundër sulm më të shpejt. Tmoshiqi për Henryn, Majtaku lancon dhe treshën e tij të dytë sonte dhe e realizon 13 pikë të Sek Henry, 38 me 33, e afron rezultatin në vetëm 5 pikë, që nga minuti 3 i ndeshjes, i fundit luan me top Bickerstaff. Tani kemi një presion të Drilon Hajrizit ndaj TJ Bickerstaffit. 10 vjet dallimi kanë Driloni dhe Bickerstaffi 11 në fakt, falni. Përvoja po e bën të vetën, Henry për Paynein, topi shpejt lëviz, tenton Tmoshiqi, i cili e njehte palestër, dikur ka qenë lojtar i Bashkimit në atë edicionin kur e ka fitu titullin e kampionit, ishte edhe Mikael Tmoshiqi, lojtari i cili me 4 skuadra të ndryshme ka fituar 4 tituj kampioni në Kosovë. Mikael Tmoshiqi me Bashkimin, me Prishtinën, me Golden Eagle Lyllin dhe me Trepçën. Janjeva atje tenton ta vjedh këtë top e përsia, vetëm 38 me 36. Tentim për Drilon Hajrizin, i cili e lëshoi rastin që Trepçën për herë të parë sonte ta sjell në e përsi.
minutin e 23 të duelit. Vetëm 2 pikë për Bashkimin nga plus 16 sa i pat Lejson Zeqiri me Lejkun, Henry dhe Lejk. Tenton atje Lejk për mrekulli, tenton, nuk realizon, lufta vazhdon, Lejk te Janjeva për 3 pikë, nuk realizon, Zeqiri e përmirëson me kërcim në sulm për 40-36. Ish mangët barazimit apo kalimit e përsis për herë të parë në anën tjetër. Çfarë loje, çfarë derbi adhurues të basketbollit. Nën kampioni me kampionin. Betejë e madhe për të ndërprerë serit zhgënjyese të cilat të dy skuadrat i patën. Në fakt faulli Gjakuri Peni, dueli i dy lojtarëve me numër 3 në fanel. Peni Trepçës e faulon Bickerstaffin në pozën e tij karakteristike. Adis Beqiragishi poshtë i ullur në gjuhë. Lejk për Janjevën i cili e kthen topin të Zeqiri në anën tjetër, tenton, nuk realizon kësaj radhe. Pejn është më i vëmendshëm se Bickerstaffi. Hajrizi për Pejnin, pick and roll atje me Chet Brownin, e kthen të Drilonin nga pozita e tij, tenton dhe treshën e realizon. Treshja e tretë sonte e Trepçës, në fakt në çerekun e tretë, falni, 40-39 e përsi maksimalisht minimale, vetëm 1 pikë. Afrohet pas një serie prej 11-4, tenton, nuk realizon, Kian Anderson lufton, edhe topi disputueshëm. E dorën atje të Mushiqit të dyve. Thash edhe njerë, ish bashkëlojtar me Kian Andersonin të Z-Mobile Prishtina në edicionin 2018-19, kur në udhëheqjen e Damir Mullamerovicit arritën deri në top 16 të FIBA Europe Cup, që është suksesi më i madh i gjitha kohëve i klubeve tona në arenën ndërkombëtare. Bukur atje për mrekulli, deporton në thellësi, por Driloni nuk e lejon Dekuan Lejkun që të realizon 2 pikë. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Meriton Ismaili do të kthehet në lojë. Janjeva largohet 4 pikë, 2 topa të vjedhur, 1 asistim, 1 kërcim nga Muhamed Ali Janjeva aktualisht. Chet Brown ullet për të pushu. Dardani, pak minuta për Dardan Kapitin, reprezentuesin e Kosovës. 3 pikë, 1 kërcim për Dardanin në ato 6 minuta loj. Dekuan Lejk realizon për 42 me 39, i realizon të 2 gjuajtjet e lira. Pejn për Drilonin, tenton Driloni me treshe dhe barazon rezultatin. Treshja e 2 treshte Drilon Hajrizit. E gabojnë këtu, nuk e pa madhurues të basketbollit. Topi humbur për Bashkimin dhe rasti që për herë të parë sonte Trepça të kalon në epërsi. Mushiqi, Driloni tenton, nuk realizon. Dardan Kapiti e kthen te Driloni, tenton, nuk realizon dhe Lejk e spastron situatën. Rezultati për herë të parë pas asaj ati rezultati 0-0 në fillim barazohet nga një pozitë e vështirë. Tenton Bickerstaff, nuk realizon. Çfarë rikthimi i mysafirëve, 14-6 deri tash në fillim të çerekut të tretë. Sek Henry deporton, blokade Meritoni. Drilon Hajrizi e kap këtë top, tenton për treshe, nuk realizon. Meriton Ismaili drejt dhe në duart të Mikajlet Mushiqit e vjedh topin, dhe për herë të parë sonte kemi e përsi të mysafirëve. 16-6 në këto 5 minuta e gjysmë loj. Ja, po e shohim atje edhe Kian Anderson diçka është duke tërheq këmbën. Është lënduar me këtë rast
Drilon Hajrizi I hatashëm me 2-3 pikshat e ti. E më pas edhe Mikajlet Mushiqi e vjedh topin dhe e mbyll këte seri të jashtëzakonshme, po them në 5 minuta e gjysmë të pjesës së dytë. Ja atje në kënd e pam edhe Kushtrim Kabashin, lojtarën e klubit të basketbollit Bashkimi, cili me vëmendje po e shikon dikur si junior edhe vetë basketbolist. Katër treshët mysafirve në këte qerek serin e nisi Sek Henry, e vazhdoj Mikajlet Mushiqi, 2 treshët të një pas njëshme, e pas ti ishte Driloni, ai cili bombardoj me 2-3 piksha aresht. Te 2-3 piksha të Drilonit erdhën në asistimet të Gjako Ripenit, e në fund Mikajlet Mushiqi e vodhi topin vetë dhe nën kosh atje realizoj për repërsin e parë në minutin e 25 të takimit. Ja edhe kosha shimosit më të mirë të dyja skuadrat. Sek Henry, foul I ti, dalë në mënyrë të palejuar. 13 pik të Henryt, 10 pik të Mushiqit. Dhe 7 pik të Drilon Hajrizit. Lider të Trepçës aktualisht po e shofim atje Lejk dhe Kapiti. Lejk për mrekulli atje me Horog barazon rezultatin për herë të dytë nëse nuk e numrojnë atë barazinin fillestar për 0-0. 4 minutat I fundit të qerekut të tretë në të cilin pra është kthyer në lojë skuadra mysafire. Luftë e madhe meriton Ismailit dhe Mikajlet Mushiqit, I cili nuk po dorëzohet. Lejkat dhe fauli Gjako Ripenit ndaj Kjan Andersonit. Jashtëzakonisht agresiv Mitrovicasit në qerekun e tretë, mbrojtje fuqishme e tyre. Edhe njëherë po e shin atje Dardani nuk po dorëzohet. Dhe Gjako Ripen luftoj për top atje me Kjan Andersonin, shkaktoj faul. Do të kthehet në lojë reprezentuesi I Bosnës së Hercegovinës, Adnan Arslan Agiqi. Pen largohet, Arslan Agiqi në lojë luajti vetëm 6 minuta në pjesën e parë. I mjaftuan për 6 pikë. Lejsoni kërkon blok atje nga Lejk, depërton Lejk, tenton, nuk realizon, Arslan Agiqi në vend. Kapiti e shpëton, sa bukur Sek Henry atje, lëvizje bukur edhe Drilonit, shkon topit e Mikaile nga këndi, tenton dhe realizon treshën për 47 me 44. 3 minuta deri në fund të qerekut të tretë. 3 pike përsi për Trepçën, e cila riktheu totalisht luaj në favor të veti. Çfarë mbrojtje agresive atje, Bickerstaff nuk e mendoj mirë kur e dërgoj topin atje në kënd Bickerstaff. Drilonin tenton në 100-ën e fundit, realizon 46 me 47. E thashë edhe në fillim, po shpresojmë që do t'jetë ndeshje e bukur, atraktive dhe dramatike. Dardan Kapiti tenton atje, nuk realizon. 46 me 47. Meritoni për Kjanin. Pick and roll I Dekuan Lejkut atje. Edhe njëherë, por nuk po e sheh Kjani. Mbrojtje e mirë në fakt. U pamundësua pasimi, tentimi Bickerstaffit, byllët atje, lufta vazhdon, duket se ishte po topi për Trepçën.
Bickerstaff largohet nga loja. Shkon për të pushu pak në vend të tij Janjeva. 12.8 kërcime. 3 topa të vjedhur, 3 blokada nga TJ Bickerstaff i hatashëm, por e meritoi pak edhe pushimin. Henry. Gabimi Lejson Zeqirit. Henry ndërkohë lancoi treshën dhe e qelloi, por faulli ishte thirrë më herët. Murshiqi atje tenton me treshe, është i shkurt. Lake më i larti në kërcim. Kërkoi Adis Beqiragiqi, isha duke shiku aksionin numër 5, por lojtarët e tij nuk e dëgjuan, e humbën topin. Në anën tjetër Bashkimi. Në sulm Lejson Zeqiri, bukur atje, e huq, po Dequan Lake edhe një herë, me edhe një kërcim në sulm. Është ky kërcimi i treti i tij në sulm dhe i 10 në total, pika e 16, kërcimi i 10 me këte aksion, realizoi double-double Dequan Lake, aktualisht pra lojtari më i miri Bashkimit, 16 pik, 10 kërcime, betet me 16 pik, e shpëton këte top Janjeva me këte kërcim, Ken Anderson, për Lejsonin, lëvizje bukur mashtruese. Zeqiri, Anderson, pick and roll në sekundën e fundit, tenton, nuk realizon, edhe një herë Zeqiri e përmirëson, dhe me një seri të shpejt prej 4 pikëve rresht, kalojnë përsërinë e përsi prej +3, lojtarët e Bashkimit. Kemi hy në minutin e fundit të qerekut të tretë, të kësaj ndeshje fenomenale në Seza Isuroi. Deporton Henry, tenton, nuk realizon, lufta vazhdon. Mustafa Amzili me kërcim në sulm, dueli 2 peshqeve, Henry dhe Anderson. Henry deporton, e kthen topin te Dardan Kapiti, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. Do të 2 gjuajtje të lira për Kapitin, reprezentuesi i Kosovës. Si vjet ka të lashëm me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, nga 12 tentime si vjet vetëm 4 gjuajtje të lira i ka realizuar Dardani. I paknaqur totalisht me mënyrën se si po e përmbyllin lojtarët e tij qerekun e tretë. Megjithatë 4 minutat e fundit të qerekut të dytë, ato 7 minutat e para, 11 minuta me të vërtet dominim i jashtëzakonshëm nga 34 me 18 adhurues të basketbollit, kaloi në 44 me 42. Uh, 26 me 8 në 11 minuta, gabim në hapa Lejson Zeqiri. Driloni do të kthehet në loj në të Dardan Kapitit. 7 presje 6 sekonda deri në fund. Murshiqi, Arslanagiqi, Henry, Amzili dhe Hajrizi. Kërkon Beqiragiqi që të hapet loja. Arslanagiqi tenton, por nuk do të ketë gjuajtje u vonua atje Arslanagiqi. Do të jetë rivënje e topit nga anash. Ka plotësuar tani Trepça bonusin, por Bashkimi jo. Ka ende faula për të bërë. Janjeva pranë Sek Henrit. Driloni. Kërkon Jovoviqi, mos të lejojnë Drilonin që të... sa bukur atje. Megjithatë kishte mbetur me top në dorë. Mustafa Amzili, 50 me 48, mbyllët qereku i tretë i jashtëzakonshëm. Pra,
4 minutat e fundit karakteristike kësaj ndeshje, pra një prej veçorive ishte se Bashkimi kishte 16 pike përsi 34 me 18. 4 minuta para se të përfundonte çereku i dytë, e më pas në 4 minutat e fundit nga minus 16 e afroi në 8 pikë, 36 me 28, rezultat me cilin përfundoi pjesa e parë, e më pas vazhdoi pra deri tek rezultati 42 me 44, pra saktësisht ishin 11 minuta e 20 sekonda loj, e gjatë kësaj periude Trepça realizoi 26 pikë, ndërsa Bashkimi vetëm 8, edhe nga minus 16 e ktheu rezultatin për herë të parë kalojnë e përsi faktikisht skuadra mysafire me këte treshe të Drilon Hajrizit, e më pas me atë topin e vjedhur të Mikajlit Mushicit nën kosh që faktikisht i solli edhe përsin e parë mirë, po Bashkimi nuk u dorëzua edhe pas avantajit të Mitrovicasve prej 47 me 44, pra pas ati 3 pikshin, nëse nuk gaboj, ishte Tmushiqi, po Mikajlet Tmushiqi në asistim të Drilon Hajrizit, kur realizoi treshe për 47 me 44, dërsa kishin betur edhe 3 minuta 15 sekonda loj në qerekun e tret. Ishte TJ Bickerstaff i cili e nisi serin prej 6 pikëve rresht të Bashkimit, e vazhdoi Dequan Lake me kërcim në sulm dhe atë realizimin para se Lejson Zeqiri të realizonte për 50 me 47. 10 minutat e fundit, Bashkimi apo Trepça të shohim. 2 pikë dallim për Niko Qirët. Driloni me Arslan Agishin i cili është më i shpejt se Meritoni, por Dequan Lake e blokon, megjithatë topi përfundon te Tmushiqi. Meritoni me Tmushicin i cili edhe një herë realizon edhe rezultatin e barazon 50 me 50 kundër ish skuadrës së tij, po them një prej lojtarëve të rrallë, të cilët në basketbolin kosovar me 4 klube të ndryshme ka fituar 4 tituj. Tentimi Muhamed Ali Janjevës për 3 pikë, dhe kjo është treshja e pare Janjevës, e pesta e vërteta për te, pas 4 tentimeve të huqura, vjen 3 pikëshi i Ishalës Prishtinës, që bëri lëvizje këte vjesht, përgjigjet në anën tjetër ish bashkëlojtari ti të Prishtina, 53 me 53. Tmushiqi me pikën e ti të 18 tani është më efikasi. Janjeva tenton, nuk përgjigjet, lufta vazhdon, Meritoni, megjithatë Chet Brown me kërcimin e ti të 10. Është faul, kërkon atje tentim për tenton atje të kërkoj sfidë Adis Beqeragiqi, po referi Uglari thot nuk të kisha sugjeruar, ndëgjon Adisi, tha ishte faulli më herët, tërhiqet nga kërkesa për sfidë. Arslan Agiq për Drilon Hajrizin, edhe njëherë tenton, nuk realizon. Payne e do bon këtë top të Browni. Arslan Agiq, sa bukur atje Arslan Agiqi, por faulli Janjevës ndaj Chet Brownit. Personalja e 4 duhet të jetë kjo e Mukit. Apo jo, ishte faulli Dequan Lakeut. Personalja e 4 të ti.
Mushiqi e pason të Pejni, cili e huq, tenton me përmirësu, nuk arrin, betët rezultati 53-53. Anderson, fauli Arslan Agiqit. Janjeva për Lejkun, edhe njerë dueli 2-7 lartëve, Lejk i cili ka 4 personale. Janjeva dhe Tmushiqi. Lëvizje bukur, mashtruese atje Tmushiqit. Pra do të rishikohet. Adis Beqiragiqi kërkon rishikim dhe do të rishikohet kjo situatë. Pra, koshi do të anullohet, nuk pranohet, pasi ka pas të drejqet branta hek, topi do të jetë për bashkimin, pasi e kishte kërcimin në sulm, do të jenë 14 sekonda për sulmin e bashkimit. Rezultati është 55-53. Pra, 2 pikët duhet të anullohen. Rezultati duhet të jetë 53-53. Ndrimi lojtarëve, Tmushiqi dhe Arslan Agiqi largon, në lojë Tuna dhe Henry. Pra, vendimi rikthehet, sfida e trajnerit Adis Beqiragiqi ishte e suksesshme. Referët e shikuan e rishikuan me vëmendje, me kujdes. Anderson për Janjevën, Bickerstaff kërkon Andersonin atje, vazhdon dueli Pejn dhe Anderson. Anderson e kthen te Janjeva, lëvizje bukur mashtruese Janjevës, e blokon atje Sek Henry. I thot Janjeva
të shohim se çka po ndodh këtu. Duhet e 24 sekonda. Kishte skaduar sulmi i Bashkimit 0-0 ishte në momentin kur Janjeva e shutoi topin dhe Henry e pengoi. Sulmi për Mitrovicasit 53-53 sek Henry deporton Janjevën, tenton Chet Brown e përmirëson, realizon 53-55. Edhe 7 minuta e 5 sekonda deri në Bickerstaff dhe Lake atje nuk kuptohon. Bickerstaff deportoi, tentoi të asiston atje për Dequan Lakeun, i cili tashmë ka realizuar double-double, 16 pike, 11 kërcime. Edhe Bickerstaff është pranë një tjetër double-double, 12 pike, 8 kërcime i ka Bickerstaffi. Në anën tjetër tek Trepça më të dalluarit janë Mikajlet Mushishi me 18 pikë, 6 kërcime, 3 asistime. Dhe Sek Henry me 13 pikë, për tyre 2 treshe, Payne për Drilonin. E kthen te Payne, mbrojtje e mirë tani e Bashkimit i cili ka mbyll vijat e deportimit. Payne e gjen të lirë Drilonin i cili bombardon për 53-58 e përsia më e lartë tani. Kemi një seri prej 10-3 të Trepçës në këto 3 minuta e 19 sekonda loj në fillim të sherekut të 4. 10 pikë të Drilon Hajrizit i cili realizon kështu edhe treshën e 3. Të gjitha, të 3 treshet e Drilonit u realizuan në pjesën e 2. 9 pikë të Drilonit të realizuara në pjesën e 2. Për 53-58 është kjo e përsia më e lartë e Mitrovicasve. Bashkimi dominoi në 16 minutat e parë të këtij dueli, duke shkuar në 16 pike përsi. Mirë po, sikur se edhe thash edhe më herët, 4 minutat e fundit të pjesës së parë dhe 7 minutat e para të pjesës së dytë apo çereku tretë, si të doni, ishin dominuese për mysafirët të cilët realizuan 26 pikë dhe pranuan vetëm 8 pikë, duke kaluar në avantazh prej 42-44 për herë të parë. Në minutin e 27 duelit, në anën tjetër, pas barazimit të rezultatit, pra arriti 50-50 me 2 treshe të dy anët, Muki Janjeva dhe përgjigja e Drilonit në anën tjetër. U arrit pra e përsia më e lartë e Mitrovicasve prej 53-58. Po shohim atje dhe komisarin e Federatës Faton Kurshumlin së bashku me Valdet Sfahin. Minuta e 35 sekonda deri në fund të super ndeshjes mes të Bashkimit dhe Trepçës. Tenton atje Kian Anderson, luftë e madhe. Jason Zeqiri nga anash e huq, Bickerstaff me edhe një kërcim dhe realizim. TJ Bickerstaff, kërcimi i 9 i tij dhe pika e 14 për 55-58. Payne për Drilonin. Folli Kian Andersonit. Edhe Driloni, dikur lojtari Bashkimit. Luajti një sezon. Tenton për 3 pikë. Meritoni e mbyll atje tunën dhe i mundson Dequan Lakeut kërcimin e tij të 12. Bickerstaff, blok i mirë, Kian Anderson
Bukur për Bickerstaffin, meriton Ismaili, tenton, nuk realizon. Lejson Zeqiri lufton, lufta vazhdon. Drilon Hajrizi më i vëmendshmi atje me sukses. Kian Anderson shkakton personale ndaj Gjakori Penit edhe 5 minuta gjysmë deri në fund, 5:31 deri në fund. 3 pike përsi, po e shofim atje Valon Bunjakun të lënduar. Luajti 11 minuta 23 sekonda sonte, 5 pikë, 2 kërcime, 2 asistime dhe një top i vjedhur pa humbur asnjë. Lëndimi i tij me të vërtetë ishte handicap për trajnerin Jovic. Kërkojnë top të bartur atje publiku, reagon referët Heshtin, Sek Henry me Dequan Lake-un, Sek Henry dhe Lake depërton deri në fund dhe Henry realizon. Është kjo pika e 15 Sek Henryt për 55 me 60, 5 pike përsi. Chet Brown shkakton personale. E pranon, i thot po shkaktova faul. Personalja e tretë Chet Brownit. Lake dhe Brown, lufte kësaj dyshe. Lake me tabel dominon kësaj radhe, 57 me 60, kosh për kosh. Edhe 4:40 deri në fund. Mismatch atje Chet Brown. Kosh faul. Patëm një mismatch. Chet Brown e shfrytëzon faktin që mbeti me Kian Andersonin, i cili e fauloj, por Chet Brown i fuqishëm realizoi pikën e tij të 9, i ka dhe 12 kërcime nëse shënon këtë gjuajtje të lirë. Double i Chet Brownit. Nuk realizon, betet me 9 pike, 12 kërcime, 57 me 62, vazhdimisht tani 5 pike përsi për mysafirët për Trepçën. Pick and roll Bickerstaff me Andersonin. Anderson vendos që të shkon deri në fund, dalet në mënyrë të palejuar. I thot atje Adis Beqiragiqi, po e kritikon atje Drilonin, po i thot pse preke pa faul. E futi vetën në kurth. Kian Anderson, një prej ekzekutuzve më të mirë të gjuajtjeve të lira të Prizreni me 86% efikasitetit nga 35-30 i ka realizu si vjet. Sonte është kjo hera parë që është në vijnë e gjuajtjeve të lira, Kian Anderson. Dhe herën e dytë e huq, 58 me 62. Nga dalë po futemi në 4 minutat e fundit. Gjakori, Pejn, deportoj, realizoj dhe kjo është e përsia më e lartë prej 6 pikve për Mitrovicasit. Anderson, definitivisht mungesa e Valon Bunjakut, po vrehet sonte. Brojt, sa bukur Janjeva për Andersonin, i cili nuk e lëshon rastin dhe afron rezultatin në 60 me 64. Po mungojnë ato kërcimet në sulm edhe në mbrojtje të Valon Bunjakut, ajo mbrojtja e tij agresive definitivisht. E këtu shihet se sa i rëndësishëm është Valoni për bashkimin. Driloni në anën tjetër për Tunën, i cili e kthen topin te Henry Majtaku, tenton dhe treshën e realizon, por e përsin më të lartë deri tash prej 7 pikëve. Gradualisht po e ngriteve 18 pikë të Sek Henry, treshja ati e 3, 18 i ka dhe të Mushiqi. Foul. Nëse zgaboj ishte Sek Henry, po. 18 pikë të Henry, 18 pikë të Mushiqin, 10 të Hajrizit, dërsa Chet Brown i ka 9 pikë, e 13 kërcime. Janjeva, Tuna luan me një gjysmë horog atje, tenton, nuk realizon.
kërkojnë faul, atje kërkon faul Janjeva. 60-67, Eri ktheu absolutisht në favor të vetin Beqiragishi lojën që nga minuti 16. Prej minus 16, gradualisht pra e vendosi dominimin e vetë me një mbrojtja agresive. E kundër sulme të shpejta, tentim për LA Hoop me një parabol Janjeva. Dalet në mënyrë të palejuar nga Batën Tuna. Do të jenë 2 gjuajtje të lira, pasi që Trepça e ka plotësuar bonus. Të dyja skuadrat e kanë plotësuar bonusin. 2 minuta e 34 sekonda deri në fund. 60-67. Realizon 61-67 Janjeva. Edhe herën e dytë e afron rezultatin 62-67. Rusë të basketbollit njëkohësisht sonte është duke u zhvilluar edhe ndeshja mes të vllazërimit dhe Golden Eagle Lullit, edhe atje është në ngushtë 60-66 atje, këtu 62-67. Drama basketbollistike elitës së basketbollit ton po vazhdon, ku tjetër vetë se në Art Motion. Tmushiqi depërton deri në fund, bllokohet atje, por vazhdon luftën, nuk dorëzohet deri në fund. Eri kthen plus 7-shin, 62-69, 20 pikë të Mikajle Tmushiqit. Kosha shënuesi më i mirë në parket aktualisht. Anderson dhe Payne, Anderson depërton, Lake tenton, nuk realizon, lufton, Driloni me Tmushiqin, ja marrin këtë top. 1 minutë 45 deri në fund, Gjakuri Payne për Tmushiqin, lëvizje mashtruese e tij tani nuk ngutën Mitrovica si shkojnë me sulme të gjata, edhe 7 sekonda. Tmushiq përballë ka Lake-un, depërton deri në fund, nuk realizon. Lake, edhe Chad Brown atje e huq. Lake atje për mrekulli, për 64-69, nuk i pëlqeu kjo huqje Adis Beqiragishit as pak, sepse nga në vend se të jetë plus 9, tani u afruan në 5, ashtu po i thot Brahimit. Tenton atje, realizon Chad Brown dhe detyron trajnerin Jovovic që të kërkon timeout. 64-71, edhe 62 sekonda loj. Pa asnjë dyshim, shpërthimi i Mikajle Tmushiqit dhe Sek Henryt, por edhe ato tre treshet e Drilon Hajrizit me të vërtet solo një këndellje të hatashme të Mitrovicasve, të cilët nga minus 16 eri kthyen rezultatin fillimisht e përgjysmuar në fund të pjesë së parë në 8, më pas në 6 minuta e gjysmë të çerekut të tretë ndërmarrën serin prej 16-6 për të kaluar për herë të parë në e përsi prej 44-42 në fillim të qerekut të 4. Rezultati u barazua 2 herë, 50-50 dhe 53-53. Dhe prej këti momenti, Trepça, pasi që e barazoi rezultatin, ndërmori ofenziv dhe kaloi në përsi të cilën më nuk e lshoi asnjëherë. Pas treshës të cilën e shënojnë në fillim pikërisht ky djalosh Muhamed Ali Janjeva, Tmushiqi u përgjegjë me treshe, ndërsa në ana tjetër ishte Chad Brown ai i cili me 2 pikë dhe
Trilon Hajrizi me një tjetër treshë ndërmarrën serin prej 8-0 për të kaluar në 5 pike përsi dhe gradualisht pra për të ngritur në plus 7. Bickerstaff tenton, nuk realizon. Jaquan Lake atje tentoj, por nuk realizoj dhe 34 sekondat e fundit. Zach Henry. Edhe 5 sekonda, tenton për 3 pik. Edhe topi do të jetë i diskutueshëm, do të jetë për bashkimin. Nga 10 topa të humbur po e shihni se cila skuadër. Lejson Zeqiri për Bickerstaffin. Trilon Hajrizi do bën topin, mbrojtje e mirë e tij, edhe 11 presje 9 sekonda. Ai Trepça është në prag që të revanshohet edhe bashkimit për atë humbjen e parë pasi që ishte revanshuar Go plus Pejës. E do të jetë kjo sipas gjitha gjasave, po këtu çdo gjë merr fund adhurues të basketbollit. 64 me 71. Edhe loja mbyllët me këtë rezultat 64 me 71, adhurues të basketbollit. Disfata e tretë është për liderin e pamposhtë deri të mërkurën e kaluar. Pra pas vllaznimit dhe Rahovecit, edhe Trepça e mposhtë skuadrën e bashkimit, ndërsa pra Mitrovicasit i kthehen fitore pas asaj disfate ndaj vllaznimit dhe tani edhe Trepça edhe bashkimi kanë nga 3 humbje. Shumë shpejt do të shkojmë me intervistat e trajnerëve. Coach, a very intensive game. You were 16 points behind, but you managed to come back and then to have a lead. What happened in the second quarter, at the end of the second quarter? How did you manage to get the win? I mean, first, to say that the game was very important for us, and I believe also for them. We must know they are missing 2, including Paljoka. Now he's not with them, but they missed 3 important, very perimeter players. And we didn't know that it will be like that, except Paljoka, of course. So we prepared some different way, and they used very well, big guys,
in the zone, so we had a struggle in the zone until and they missed also another point guard. So finally, I didn't like how we played against zone. We played bad, but what is important, we lost very bad way the game 2 days ago against Vlasnimi, and now we supposed to find a way to pick up focus and energy, and we find it. Even we make, as you said, -16, so we catch them and beat them. Right now, in this moment, it must be, alhamdulillah, it is like that. And we are a little bit better team because they are missing right now the players. And that's the reason, actually, that we win, we have more players. Yeah, and the last question, Chad Brown, is he going away? Yes, he is going away. I mean, that was his last game, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Pra, trajneri Adis Beçiragici, just let me translate and then, okay, you can, yeah, please. Okay, I will translate very shortly what Coach Adis said. Ajo që tha trajneri Adis Beçiragici është, e pyeta, u kthye nga minus 16, arriti që ta kontrolloj lojën, tha, po na e kemi ditë që skuadra e Bashkimit i mungon 3 lojtar, e humbën edhe Valion Bunjakun sonte në pjesën e dytë. Nuk kemi pas përgjigje ndaj zonës të cilën e ka luajtur Bashkimi, megjithatë kemi luftuar. Lojtarët e Bashkimit, sidomos lojtarët 7 lart, kishte fjalën për Bickerstaffin edhe për Lekun, u përgjigjën në mënyrë të mirë. Ne kemi pas telashe për ta thyer zonën e tyre, megjithatë në pjesën e dytë arritëm të menaxhojmë dhe shqyr Zotit ta fitojmë këtë ndeshje. Në mungesë të 4 lojtarëve, tha, megjithatë nuk ka qenë i lumtur me mënyrën se si kanë luajtur lojtarët e tij. E rëndësishme ka qenë fitoria për Trepçën. Në fund e pyeta nëse Chad Brown është duke shku, po tha sonte, kjo ka qenë ndeshja e fundit për Chad Brownin, i cili do të largohet. Ndërsa tash me neve është edhe trajneri Jovic. Coach, intensive game, you started very well. You had plus 16 points advantage, and then you lost it. What happened since the 16th minute of the game till the end? How did you lose the game that you had in your hand? It happens that we don't have 6-7 players in our rotation, and I can only say that this is a surprise. That we were competing against one full team like Trepča. Of course, congratulations for them. But I'm very proud how my team is competing in these circumstances. We have injuries in our roster. We have not quality on the practice, but definitely we have a great character, and I believe that we will return back when we full our roster with the players who are injured, and of course we will bring some quality players to add in our team to make ourselves stronger. Yeah, how serious is the Valion Bunjaku's injury? But we still don't know. He needs to go on MRI. You know that we are playing here with Kosovo rules, so in this case everybody is playing out of position. We are playing with a 5-man as a point guard whole game, and 4-man as a 2-man, so this is not a clear basketball, but at least you can compete, and I really believe that we compete today, so this is the only way. Thank you very much. Thank you. Pra, trajneri Jovic i pyetur se kishte epërsi prej 16 pikëve dhe humbën këtë epërsi në pjesën e dytë, çka ndodhi dhe si e hupën ndeshjen, cili ishte momenti kyç. Tha, po, adin si nuk është lehtë të luash në mungesë të 6-7 lojtarëve, edhe Valioni u lëndua sonte. Nuk po kemi, tha, kemi garuar kundër një skuadre komplete si Trepça. Ja uroj fitoren Trepçës. Tha, përveç që po na mungojnë pra në ndeshje, po na mungojnë edhe stërvitjet kualitative në mungesë të 6-7 lojtarëve, dhe tha, kjo është ajo me cilën po përballemi. I uroj lojtarët e tij për luftën, betejën dhe mundin të cilën e kanë bërë sonte për të mbetur në lojë. Gjithsesi tha se do të kthehemi në momentin kur të kompletohemi dhe ai beson në skuadrën e tij. Adhurues të basketbollit, ishte kjo e tëra nga për sonte nga palestra Sezai Suroi, ku Trepça pra fitoi pas asaj disfatë ndaj Vllaznimit, ndërsa për Bashkimin është kjo disfata e tretë rresht.
pas ciklit të parë vjeshtor perfekt të cilin e përmenda, gjithsesi se kjo ligë, pra elita e basketbollit kosovar, është shndruar në një kazan basketbollistik i cili po vlen dhe ky është vetëm fillimi. Në emër timin personal të ekipit realizues Effect Media për Art Motion kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni me Art Motion dhe mbrëmjen e Champions League.